Nëse bëhet fjalë për kontrollin e trurit të njeriut përmes çipave, mund ndodh që të kemi ndërhyrje? Për hakerim thua, aktualisht të vendosë të implementosh një mikrokontroller apo një chip në tru, siç po e bën ai fantaksuri, sepse unë jam fan si Musk, Elon Musk, por në disa gjëra më duket pak çuditshëm. Do të implementosh një chip që të kontrolloj trurin e njeriu, unë e quaj pak si nonsens, ka thënë ai që mikrokontroller i cili implementohet për aspekt shëndetësor, mund të menaxhoj edhe një mouse, për shembull, ti mund të menaxhosh edhe një mouse e një tastier me anë të vaj. Tash unë do të them, pa e thënë emrin, po do them se mesazhin që më kanë shkruar është dikush që thotë, mund ndodh për shembull që të kemi ndërhyrje të më hakerojnë burrin për shembull. Edhe kjo është pyetje shumë e fortë. Thuaj që jo, nëse ekziston një dashuri e pastër, harroje që burri ta hakerojë. Ndërhyjnë inteligjencën artificiale. Është e pamundur, kështu që le të flej gjumë rehat, domethënë.